Shkodra është qendra e aktiviteteve të organizuara në kuadër të ditës kombëtare të aktivizmit. Me pjesëmarrjen e organizatave jo qeveritare nga i gjithë vendi, në Shirog zhvillohen disa veprimtari të iniciuara nga projekti Grinal, që ka në fokus mbrojtjen e biodiversitetit. Sipas organizatorëve, aktivizmi qytetar luan një rol të rëndësishëm në krijimin e një presioni pozitiv ndaj institucioneve për të nxitur politika më të përgjegjshme dhe një menaxhim më të kujdesshëm të burimeve natyrore. Ka iniciativa shumë të mira të aktivizmit, por këto iniciativa të aktivizmit duhet fillojnë dhe të piqen më shumë në mënyrë që edhe të krijojnë, mund të themi, presionin e shëndetshëm për të patur një menaxhim më të kujdesshëm dhe më të mirë të këtyre resurseve në të gjitha hallkat e politikë bërjes. Përfaqësues të organizatave pjesëmarrëse shprehen se efektiviteti i aktivizmit, veçanërisht në mbrojtjen e mjedisit, kërkon bashkëpunim më të ngushtë mes shoqërisë civile, institucioneve publike dhe komunitetit. Pavarësisht se kemi shumë organizata edhe në rajonin e Veriut, sidomos në Shkodër, organizata aktive për çështjet mjedisore, ende është e nevojshme bashkëpunimi me institucionet, sidomos arsimore, për të kontribuar në shumë çështje mjedisore. Krahas pastrimit të brigjeve të liçenit të Shkodrës, si dhe guidave dhe tureve informuese, agenda e ditës kombëtare të aktivizmit përfshin gjithashtu një panel diskutimi mbi sfidat e menaxhimit të zonave natyrore, si dhe zhvillimin e lëvizshmërisë së qëndrueshme në zonën ndërkufitare Shqipëri-Mali Zi.